Zoti Islami, të rikthehemi te figurat kryesore politike, ku në rastin e Berishës duket se ka luhatje, po themi, të tij, duke qenë se ka rritur numrin e gafave dhe nga Saranda ka kërkuar Fredi Belerin, duke menduar se e kishte në podium. Si mendoni, çfarë është kjo lidhje e Berishës me Fredi Belerin, ndërkohë që ai është eurodeputet në Parlamentin Evropian për Greqinë? Është miqësi e hershme e Sali Berishës me grekët. Është për turp të tij, po ja them, turp Sali Berisha. Ti nuk je shqiptar. Ti mbulove krimin e 1994 të kryer nga Beleri me shok në Peshkëpi. Turp të kesh që merr fut atë fytyrë në zgjedhje dhe në lista të mbyllura, po turp të kenë dhe ata që të shoqërojnë ty dhe të pranojnë që të bësh një gjë të tillë. Sepse s'pas kanë qenë shqiptar as njëra palë, as tjetra, që kanë pa gjak, si të PD-s dhe të PS-s pra PPSH-ja. Ty zoti Berisha, ti, po të drejtojmë ta shikosh, shiko mirë, se ti kam thënë këto gjëra në 97 të kam ardhur në zyrë. Dhe të kam thënë pse nuk anullove 7501, pse nuk ktheve pronarëve të ligjshëm, pse nuk vure njerëz të ndershëm në pushtet, pse u prishe me amerikanët, e tjera që gjëra të kam thënë di mirë ti. Tani ti ke rrudhur, nuk s'kam çfarë të bëj. Unë e shikoj që nga artikulimet që flet për mitingje që i thua këmbës dorë, sa rriti e thatë zitha për vdekjen e papës. Pra ka rrudhur. Por për shetanzi dhe për pisloj që s'ka rrudhur, ai do ta hedhë ballën deri në fund sepse ka marrë parat nga grekët, i e paguar nga grekët zoti Berisha që të vësh Belerin atje. Turp të kesh. Po ta them zoti Berisha, turp të kesh ti, ta kenë turp dhe turp e faqenses dhe për të gjithë ata që të vinë mbrapa dhe të shoqërojnë të Partisë Demokratike. Se pas keni qenë të tërë tradhtar, të pa vlerë, të mos kenë në llaf tjetër. Si mendoni me këtë gjendje mendore që është Berisha, a është në gjendje ai që të drejtojë vendin nëse zgjidhet kryeministër pas zgjedhjeve të 11 majit? Njerë nuk do zgjidhet kryeministër, nuk do bëhet zgjedhje, nuk do ketë kështu votime, por ditë them këtë që ai ka mbaruar dhe biologjikisht, jo më politikisht që po. Dhe kështu që unë bëj thirrjen, në kanë mbetur një 5-6 vetë të ndershëm atje në Partinë Demokratike, të mblidhen, ta shkarkojnë dhe të bëjnë zgjedhjen e kryetarit të tyre të kryesisë Partisë Demokratike me njerëz të djathtë, të ndershëm dhe ardëtar. Se deri tani ka vetëm bastard që ka mbledhur rreth vetes Sali Berisha, që i thonë jesmen, po s'ka këllçe që ti thonë, ore zotri, dalën çik se Shqipëria s'jotja. Dhe Shqipëria që vetëm ti ka 100.000 burrash, ajo Shqipëria që janë demokrat. Ndërkohë brenda Partisë Demokratike kanë nisur domethënë përplasjet midis eksponentëve kryesor, duhet thënë, duke qenë se Belind Kolliçi ka deklaruar se në këtë fushat eksponentët e Partisë Demokratike nuk po luftojnë që Berisha të bëhet kryeministër, por që të fitojë Partia Demokratike. Nga ana tjetër Flamur Noka thotë se ky është një lapsus i Kolliçit dhe nuk duhet marrë si i mirëqen. Ju si mendoni? Eksponentët kryesor të Partisë Demokratike po luftojnë që ta shmangin Berishën që ai të zgjidhet kryeministër nëse fiton zgjedhjet pas 11 majit? Shiko, është lufta brendalloj dhe kjo është në të gjitha forcat politike, në dy forcat politike të mëdha. Kështu ka qenë lufta në Partinë e Punës, se këto janë Parti e Punës të dyja janë PPSH-ja, PD-ja dhe PS-ja. Dhe lufta bryllat brenda partisë këta e kanë pasur në historinë e tyre 80 vjeçare, që kur janë krijuar dhe morën pushtetin, deri sot e kësaj dite e kanë trajtuar Shqipërinë dhe e kanë drejtuar duke vrarë njëri tjetrin, duke vrarë popullin, duke futur me mira njerëz në burg, duke internuar me 10 mijëra të tjerë, dhe është krejtësisht normale lufta brenda tyre. Zoti Islami, përveç gjuhës agresive që është përdorur deri diku në këtë fushat, në një takim elektoral në Ostren ka plasur, si me thënë, edhe dhuna fizike, ku fillimisht policia ka akuzuar Xhelal Mziun se ka qenë i përfshirë në një konflikt fizik me një nga punojësit e Bashkisë së Bulqizës,
ndërkohë sipas pamjeve filmike dhe vetë reagimit të Xhelal Mziut, ai thekson se nuk ka qenë i përfshirë, por njerëz të Partisë Socialiste kanë provokuar dhe kanë goditur kryetarin e forumit Partisë Demokratike dhe element të tjerë të kësaj force politike. Ju si mendoni ku po shkon kjo fushat elektorale me këtë lloj dhune, qoftë verbale por edhe fizike? Që janë të dhunshëm, që janë kriminal dhe që janë përçarës, dihet komunistët shqiptarë. Dhe në vazhdin e asaj strategjie vazhdojnë të bëjnë fushatën. Por me që dëgjova sot nga lajmet edhe nga shtypi, shikoj edhe nga mediat, nga këto portalet, që Xhelal Mziu s'ka qenë fare atje. Por ata komunistët bëjnë diversion, zotëri. Unë e kam thënë në mënyrë të përsëritur, janë mjeshtrat e mjeshtrave të propagandës. Nuk ka si komunistët shqiptarë për propagandë, për dëbinjyre, për mashtrim. Gënjejnë qytetarë shqiptarë, gënjejnë pa skrupull, pa pik turpi, pa pik përgjegjësie. Këtë kanë bërë të rjetën. Mësova që atje ka vajtur dhe shefi një nga këta të bashkisë për ndihmën sociale, që të shikonte se kush ka shkuar nga bashkia në atë mbledhje me qëllim që t'i presin ndihmën sociale. Deri këtu arrin këta. Këta s'kan mundësi të na presin ajrin orë, se dhe ajrin do na e prisin. Këta kriminal, këta bandit, këta imoral, këta plera që po dalin sot edhe po qeverisin akoma Shqipërinë. Këta janë, këta fllëqësira. Ne s'kemi që bëjmë, por këtu doli që s'ka qenë Xhelal Mziu dhe këta kanë bërë diversionat. Si mendoni, sa rrezikohen zgjedhjet e 11 majit nga element të tillë që prodhojnë situata të tilla dhune? Pra që kohë sa ne jemi vendi NATO-s dhe kemi Amerikën aleat dhe kemi përfaqësues të Amerikës këtu, nuk do bëjnë dot asgjë nga ato që kanë plan, po thjesht përmbullojnë ujrat. A mendoni se SPAK do duhet të ndërhyjë në të tilla raste dhe të rrisë presionin në mënyrë që të ketë një situatë më të qetë në ditën e votimeve? Është i vonuar. Nga momenti që vërtetohet që në mitingun ose në mbledhjen fushatën elektorale të Partisë Demokratike ka vajtur drejtori i ndihmës sociale në Bashkinë e Bulqizës, që është e Partisë Socialiste aktualisht, ka vajtur në mbledhje, ai duhej arrestuar. Si e komentoni faktin që gjykata e posaçme i ka kërkuar SPAK-ut që të hap procedim penal ndaj Olta Xhaçkës dhe bashkëshortit të saj Artan Gaçit për aferën e pronave në jug të vendit, ndërkohë që SPAK-u e ka apeluar këtë vendim, pra këtë kërkesë më saktë, dhe nuk ka nisur një procedim penal kundrejt këtyre dy personave? Është në vazhdën e shkeljes së vendimit të gjykatës kushtetuese, në vazhdën e grushtetit që është bërë drejtësi, që gjykata kushtetuese vendosi që Olta Xhaçkës i hiqej imuniteti dhe parlamenti nuk ja hoqi imunitetin. Tani që ajo është pa imunitet, tani kanë nxjerrë skalonin e dytë në mbrojtje të Olta Xhaçkës. Kanë nxjerrë prokurorët e SPAK-ut. Kemi menduar deri në vendimin e dieshëm të SPAK-ut, kundërshtimin që ka bërë për ta quar Olta Xhaçkën para drejtësisë, kemi menduar që SPAK-u ishte për të bërë drejtësi dhe është, domethënë, është mbrojtje të drejtës dhe të zbatimit të ligjit në Shqipëri. Dje pam që SPAK-u që ka vegle Edi Ramës, ka që thjeshtës,